Njerëz internet se YouTube-sa, por sidomos që jeni shikues të Anje Report, data 8 prill është dita ndërkombëtare e komunitetit rom, kështu që mendova, nuk e di se sa ja ka dedikuar shteti këtë ditë këtij komuniteti, po unë mendova që t'ja dedikoj emisionin tim dhe vendosa që të vija t'ju bëja një qok këtu ku ata çdo ditë dalin, shesin edhe jetojnë në të njëjtën kohë. Shëndetje njerëz. Shëndetje, si kalon mirë? Mirë, faleminderit. Kemi qeni mirë herë. Faleminderit. Dhe unë jam një non që rris 2 fëmijë. Po më thoshe që më ke kërkuar ti mua. Po të kam kërkuar se unë rri Prjashka, banoj Prjashka pare atje ku është tregu rombet. Dhe banoj atje, kam bë një copë çadër atje. Edhe të gjithë e din tregu, e din gjithë kalimtarët e gjithë që unë rri atje me 2 fëmijë. Ato 2 fëmijë janë të braktisura. Një e kam të gocës, edhe... Një e ketë kujtë? Jo, të dyja janë të gocës. Të vajzës janë? Po, të dyja. Po vajza ku ka vajtur? Vajza u zhdu nga shtëpia, po bon 6 vjetë. Nuk e di fare se ku është? Ta shti unë e mora vesh që catojnë në Greqi, catojnë ane nga Italia, catojnë ku di unë. Me i fjalla ju ka braktisë edhe për i mbaj unë, për i rrisë unë. Djalin ma kalën 2 vjeqë, sot e kam 11 vjeqë e kam në shkollë. Gocën e kam ma kalën 4 muash dhe unë i mbaj e bora 7 vjeqë e gocën. 7 vjeqë është ashtu? Ashtu. Dhe unë rike tregu, jam pa shpi. Pa njeri, pa ndim, pa iq. Vetëm sa shkojmë ledhna për kazanave, që i rrisë fëmit. Të gjithë e dim punën time s'kam lënë, me gjyqë, me shoqata, me gjenjet civile, i falinderi gjenjet civile sa kryetarën, e përshëndes shumë bileda, edhe e du shumë, se më kanë ndihmuar shumë. Më ka dhënë ushqime, kanë hangur fëmit, dhe më kanë ndihmu dhe më ndihmon. Me sa mundësi që i ka. Edhe mbrena ligjeve të më ndihmon, jo jashtë ligjeve, mbrena ligjeve, sa ka mundësi më ndihmon. E dua shumë. Të gjitha më din rjedhet e mia. Po flisti me radhje, prit se po flet kjo. Pastaj me radhë. Dhe e din të gjithë që unë se si jetoj. Të gjithë. Jo, këtë e mora veshun që ti jeton keq tash. Mirë, po me çfarë është marrë ajo vajza jote? E kishte ndar ai gocën time, ka lënë 7 zani, edhe me një fëmijë, edhe ishte martu ai. Dhe goca ime pastan deti një të thuash një vjet sa lindi fëmin, e bëri fëmin 4 muash edhe iku pastaj. Usmaj mend. E kuptoj? Unë jam i moshetime, e marrë vesh? Edhe unë jam pa shtëpi, po jetoj për jashtë, e din gjithë. Po punë e shtëpia është? Ja, kjo është. Qa do të tetë blakama? Jo, rregull ti, s'ke qatë shto ma. Ato që janë ato. Po ato kalamaj tashi, si do i rrisësh, do i fuj ke fut në puna, bëjnë në gjëra? Jo, ajo që unë e kam në shkollë, vazhdon shkollën, edhe duan shumë. Bravo. Gjithë mësuset. Shumë mirë. Sa mësi që i kam, i laj me kazan për jashta, i laj, ndroj, i qoj, tamam. Shkoni ke mësuset, pytni se si shkon fëmija ime në shkollë, dhe tash si vjetë e që edhe vajzë në shkollë. Pash. Me sa mësi që i kam, shkojna për kazanvet, mbledh, shes, hajnë fëmit. Bravo. Shej. Shumë mirë. Se këtu sheti, ke këtë rregull? Po ja, këtu jam, aty u fli, aty shes. Hajde shikoj. Hajde ma tregoj. Po? Hajde ma tregoj njerë. București până la Timișoara, s-a dat voie în
dy shekun, kam batania tani masa, shif. Ja, këtu flem neve. Ke divani, kja i dy sheku? Kam edhe 2-3 batani. Po si ja bën, i hap ti natën këto? Po i hap. I hap. I hap edhe vej një qadër atje, shikon. Se kam halë se si ja bën, kur bje shia, kur është koha keqe. Pas edhe komshit, kur është një rast i keq, më marrin komshit me fëmit, më qojnë ke shtëpia vet. Ndej sa kalon e vështirësia, kuptoj? E kuptoj. Tash këto janë rrobat që gjërat që shet ti. Po, ja, këta janë gjërat e mia. Prit, ja deri këtu. Ja, këta këtu. Po çfarë janë këto perde? Perde janë kështu. Po ke kazani blerave i merr këto ti shet? Jo, nuk i marr ke kazani. Ta mi falin dyqanxhit ato që shesin edhe ngelen ato mi falin ato. Edhe ti japi. Po. Po ecën në çik biznesi, ecën. Ta hajnë buka la marr. 3.000 lek, 2.000 lek. Po mirë bereqave. Bereqave, sa shumë bile, jo pak. Se çkon ditë. Api aty janë rrobat e mia. Po e kuptova. Faleminderit shumë, uroj që tashti me që e the në televizor këtë gjë, të dëgjojnë ata. Po, ti e di ata. Ata që duhet të dëgjojnë. Faleminderit shumë faleminderit. Po vajza, hajde ma jepi intervistë mua se jeme. Ha një. Po si edhe dy. Për hatë dhe shpive është kjo. Edhe për shtëpit është kjo. Si ju kapir mana, pse ku e ke shtëpi? Që të bëhet u naza male. Që të bëhet këtu e? Po, që të nga prishin shtëpia. Ku e ke shtëpin ti? Unë kam shtëpi dy kaqeve. Po mirë, nuk ka ardhur Ajerion Velia e t'ju pysi ju? Jo, dem sot jo. Që t'ju thot se ku do të qenë? Jo, asë një lashtit. Akoma, Në thamë vetëm për 2 vjetë qira, po në nuk planojnë. Po, sa vjeqe e ti goca? Kjo është goca që po. Se diti sa vjeqe e ti? Është pa shkollë, nuk di në. Po vjeqe mësoja ti sa vjeqe? Po mirë, 7 vjeqesh. Ha. Unë jam në shpësim legalizimin. Edhe kam paguar desa tokën ke shteti, edhe nuk një fen leta përva. Unë jam veti 12 që banuja të shpijat. Edhe në thënë 2 vjeqira, po nuk panum të 2 vjeqira. Ja inshallah të dëgjojnë me anë të kamerës time edhe të bëjnë në një gjë. Po ku dëgjoni? Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Mërzite ti se të mora me kamerën ty? Pse u mërzite? Dëgjoj, ti pse kam ardhur unë? Unë kam ardhur t'ju bëj qok, unë nuk e di ku e keni shpinë, po ju kishit ditën ndërkombëtare dje. Ishte festa juaj. Po festa jon ka qenë, po... Qa bët ju për fest dje? Qa kemi bo, asi gjos kemi bo. Na e dhate neve, na thanë që për 2 vjet me qira. Si ju thanë 2 vjet me qira? Po, nuk e ti. E shpuna jo të thot t'i jap leket edhe i gje shpin me qira. Do t'i japi shteti leket? Po qa lek 150.000 lek? E ku do shkojmë pa 2 vjetëve? Nuk me ndon shteti ku do shkojmë neve? Unë që kam shpia 2 kache? Po mirë, unë e kuptoj shtetin që duhet mendoj, po ti vetë mendove? Për qa, nuk mendova fare për 2 vjet me qira. Unë mendova të mi japi lekët që të shkoj të ble shpi. Jo mirë, dakord, po unë për shembull punoj, nuk më ndihmon shteti. Ti për shembull, qa bën? Qa bëja si gjo, ja, pa punë, shesim letë. E rrim se jemi gjithë pa punë jemi. Të mendoj edhe shteti për romët, se s'kan ku të shkoj njerëzit. Të drejt. Shife, do shesim letka, do hajmë buk, po nuk shitëm, rrim neve, se jemi gjithë pa punë. Shumë të drejt. Më motor me u pasë. Ajo ka dalë për ndim tani. Është dita ndërkombëtare e komunitetit të Rom. Pa që bëjmë pysni. De la București până la Constanța, din Italia în Franța și din Spania în America, toată lumea este a mea. Baterie, 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 toate sticlele să rămână fără
Flasim pra që po vuaj. Hajde pra, hajde, të flasësh, po, të flasësh. Ha. Unë ke kjo shtëpia jetoj, këtu jemi veti 10. Ja kjo dikatja këtu. 10 vete, jemi 4 Kush ja ka dhënë atë shtëpi? E kemi ndërtuar vetë. E keni ndërtuar para sa kohësh? Para 20 vjetëve. Që kur ndryshoi kur erdhi demokracia. Po. Po pse jeni 10 vetë? 10 veta se s'kemi ku të shkojmë. Me marr veshën, po pse jeni 10 veta? Je ti, është jot motor. Tash mos flisni të gjithë se na morët mend te kokës. Kam 2 kunetrit. Kam çunin e madh, me gjithë nusën, me gjithë fëmin. Kam virën të paralizuar. Çunin e madh e ke me fëmijë ti? Po sa vjeç je vetë që ke? 43 jam. Po kur e ke bërë mi? 15 vjeç e kam bërë. Po pse mi, s'kishe ndonjë gjë më të mirë për të bërë? Isha prandaj jemi gjithë ato veta në atë shtëpi, prandaj po ta ka bërë burri këtë punë. Ja. Ai, po shkove e le 15 vjeçë me barr, more, i poshtër. Jo, ja u mendova mirë. Nga që leckat janë bërë me 200 lekë, nuk ja dalim dot. Tani po na prishin dhe shtëpit, ku dorim neve tani? Me këtë mendi po shkojmë dhe ne tani. Tashi po djali, një djalë the ke? Jo, kam një gocë dhe një djalë. Ke një vajzë dhe një djalë. Po ata sa fëmijë kanë? Djali është me i gocë, veti 3. Si veti 3? Me një gocë? Është me nuse dhe me fëmijë. Po. Është veti 3. Unë po kështu jam veti 3. Po vajza? Vajzën e kam 2 vjeçe. Kam virën të paralizuar. Vajza jote është 2 vjeçe, ke bërë dhe një tani, E kam bërë dhe në pleqni. Po pse, s'kisha? Po mu të është edhe një. Ai e ka fajnë, di unë ai. Ai e ka gjithë. Prandaj po të them. Ore ti, po si do e rrisësh më? Kam kunatin poshtë që është veti 7. Ja Edi Rama thot shtëpia. Edi Rama na shkatrovi pra na futin këto siklete që po na. Se? Po normal, se po na lën jashtë. Po shifë se ju lindni çdo. Na japi shtëpi pak, tani shkatron. Na japi shtëpi. Mo ju pam pasiguruar shtëpinë që dhe kam punuar 15 vjet, nuk e bëra bebin, shife ja. Po çfarë do bëj me këto kushte që jemi neve? Ne me zi po nxirr. Po u bëju tani, çfarë ti bëju? U bëjiko. U bëj, u bëjiko. Po njerëzit që kanë nga 10 ja, kjo është kreta 7 fëmijë që kanë. 7 fëmijë. Unë dua një zgjidhje nga Edi Rama. Si kanë marrë gjithë të tjerët lekët, shpërblimet, edhe unë dua shpërblime për shtëpiat. Po pse kush të tjerët kanë? Digjo këtu tash. Unë e kam sa kanë marrë, sa nuk kanë marrë. Unë e kam shtëpinë 2 kaçe, unë e kisha çmimin fillim fare në gazetë kisha 180 milion. Edhe tashi më vjen ai Edi Rama, kush vjen nga punëtorët aty të qeverisë, edhe kanë thonë që 2 vjet me qira. Po ja blen ajo shtëpia që kam unë shtëpi 2 kaçe 2 vjet me qira. Ti je ti të benim, do pranosh 2 vjet me qira, të keqë mota që jam 12 veta me atë shtëpinë. Jam 2 kurora dhe kam dokumenta der tokën e pagova. Edhe me legalizime. Ku do shkoj unë për 10 ditë, që më thot ai që do dalësh ti për 10 ditë. Ku do shkoj unë, ku do mytë me 4 kalamaj që jam o trajote. Po më hikën trune, edhe ki treg që kemi që po shesim, edhe këtë tregun do të aprishi qeveria. Ligjove jemi me një rrugë të madhe, të tregun do të... Mo jemi që të shkoshtin se Po të qo më një sekundë, se po bërtet shumë, Tashti, ti këtë tregun pagun e taks? Më japim 2.000 lekë, s'ke do 2.000 lekë. Kamu si largoze këto janë, marin qyrë 2.000 lekshin e marin. Edhe se ka të kënebe, diqove flet me mua ti këtu. Apse a i ti e, a i merë 2.000 lekshin e merë a i. Unë po flasë, unë qopë se po flasë me ty, unë po flasë. Po loro ti se një. Zëm po më prishe të shpia. Ti. Po të shikoja që po shqe e bebin, jo ti është a i bebin? Imi është. Sa fëmi këti? 2. 2? Po si i mban? E ketë vështirë të rrisësh? Si mbaja, dalim të punojmë edhe. Po qa, ecë në një qik biznesi? Tani, sa për bukë? Po burri qa bëm? Qa ke moj zonjë? Qa ka ajo? Ku di gjë? Burri punon zonjë? Edhe i këtu del. Kur dalun, rinë shpia i punon. E keni të vështirë që ti rrisni kalamajt zogu vogë? Tani me vështërsi rrisim si. Qa ti bojmë? Iku ta shifoj, ja? Tani na erdi mendi. Ato thuaj. Mirë, falemderit, mirë, papso.
Më të thuj dhe je këtë më qafsh mu, nuk e disha. Sot është dita ndërkombëtare e komunitetit rom. Je si shpirë. Qa jam unë? Je si shpirë. Që do të qatë në e fjallë të bukur mësoj? Jam si shpirë shu si femër, thua mo? Po, Po qa unë jam me barë, ku? në fati ka po. E shikon ka pove? E di pse? Po ti ke grua, je bërë babati? Unë? Ja. Ke familje? Ke fëmi? Nuk kam. Qa ka kjo, më gjithë më në vendojnë, më, sa herë vip? A vash për ti dali? Po qa ke më se manzorët, fëmin për zorë është manzorët, në le bura hacën a qmejnë. Bo të dali quni një tavë. Qa do të tasën si? Po pse përzin këta mu, më vla? Po kam frikë se në ndjenë në pishin punë. Po jo pra, njëri e bën gjithë të rëmujën se juve i jepni ati 2.000 lekë. Ju e jepni ati të Kam frikë se këte tregun shqyqy që e kemi. Po shumë mirë. Po në ka marrë se keni festë, ju më çmendët gjithë, deshja thyt kamerën ati kameramanit. Po kupton? E kupton? Po thasën se unë kam po të veçanë. Po. Nuk do të bërë. E marrë vesh. Po është mua beti se në vend tjera nuk tale bashkë. Po. Ka që i kemi gjithë të copë që e ushqirë. Po shumë mirë. Tani kam frikë se ndovë da nga pish një punë. Jo, ja i ka unë. Miro pafshë. Tani e kuptova, miro pafshë. Njerëz internet sa YouTube sa ne u detyruam të largohemi nga vendi i ngjarjes. Për arsye se nuk e dinim që ishim futur tek strofkulla e ujkut. Jo kjo për të treguar absolutisht as pak racist, nuk dua të keq kuptoni në lidhje me këtë, por me sa dukej, siç shpjegoi edhe intervistuesi i fundit që e moran çik kështu si në thonjza në kamerë të fshet, ai shpjegoi që ishte ai zotria që donte na thyen te kamerë. Pra, nuk i interesonte fare që të flitej në lidhje me këtë, ata nuk paguajnë asnjë taks shtetit, asgjë. Dhe situata ishte shumë e koklavitur për të festuar me ta ditën ndërkombëtare të romëve. Po pse e bëremi kurse mba ndotëmi, që lypëmi?